Punimet e nisura për rikonstruktimin e bulevardit kryesor të Kavajës janë shoqëruar me reagime politike. I dërguari politik i Partisë Socialiste për qarkun Tauland Balla kritikoi vendimin e bashkisë për heqjen e pllakave të gurit, duke e cilësuar ndërhyrjen të gabuar, veçanërisht në kulmin e sezonit turistik. Sugjerimi im dhe i shumë të tjerëve miq të Kavajës është që t'i ftojmë ata turistë huaj që vinë golen të vizitojnë edhe qytetin e Kavajës edhe të kenë pak xhiro bizneset e qendrës Kavajës, ti shkon dhe shkallmon bulevardin kryesor të Kavajës. Po zoti i madh. Pas deklaratës së Ballës, reagoi kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili tha se ndërhyrja është kërkuar nga vetë qytetarët dhe biznesit, pasi sipas tij pllakat ekzistuese kishin krijuar probleme në qarkullim. Atyre bizneseve që Taulandi kanë hallin, të cilët emër për emër më kanë marrë në telefon, më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë që kryetare ato duhet ndrohen. Çdo qytetar që kalon aty me makinë më kanë thënë që ato pllaka duhet hiqen dhe duhet ndrohen. Dhe unë mbadje pak i vonuar dhe bëm veprimin e dur që po i heqim ato pllaka dhe po ta kthyer në bulevard me një asfalt të mirë, me sinjalistikën europiane, siç e meriton qyteti i Kavajës, dhe do të shndrohet komplet faqja asaj zonës aty. Debati mes dy zyrtarëve vijoi edhe mbi përgjegjësitë institucionale për zhvillimin e qytetit. Balla këmbguli se investimi aktual nuk është prioritet dhe se ndërhyrja dëmton imazhin e qendrës së Kavajës. Kryetari me mandat drejt përfundimit i Bashkisë Kavaj ka vendosur të shkallmojë pllakat e gurit që jepshin një pamje europiane mesdhetare sheshit qendror të Kavajës për të zëvendësuar me asfalt. Ndërsa Qosja i kërkoi Ballës të fokusohet te çështjet që sipas tij varen nga qeveria qendrore, duke përmendur mungesën e investimeve në disa sektor. Po ashtu Qosja i kujtoi përfaqësuesit socialist mungesën e institucioneve të rëndësishme në qytetin e Kavajës. Por unë i them Taulandit që mos shqetësohet për punët e bashkisë, duhet shqetësohet për punët e qeverisë, sepse Kavajës Taulandi ja keni hequr gjitha. Por këtë duhet shqetësohesh ti. Për të turizmin që ti thua, që është i mrekullueshëm, po është i mrekullueshëm, por sot s'ka ujëra të zeza. Ka 12 vjet qeveria që nuk bën ujëra të zeza në zonën e plazhit. Kështu që për këtë duhet shqetësohesh. Duhet shqetësohesh që Kavaja sot nuk ka ujësjellsin. Kavaja sot nuk ka agjencinë shtetërore të kadastrës. Kavaja sot nuk ka gjykatën. Kavaja sot s'ka prokurorin. Kavaja sot s'ka asnjë institucion. Kavaja sot ka vetëm Bashkinë e Kavajës që i shërben qytetarëve nga mëngjesi deri në darkë. Punimet në bulevard kanë nisur dhe pritet të vijojnë sipas projektit të Bashkisë së Kavajës, ndërsa debati politik mbi këtë ndërhyrje mbetet i hapur.